Përshëndetje. Referendumi dhe vetëm referendumi është rruga që duhet ndjekur për çdo ndryshim të hartës territoriale të Shqipërisë. As Edi Rama, as qeveria e tij dhe as shumica e kartonave në kuvend nuk kanë të drejtë të imponojnë me dhunë shqiptarëve se ku do duhet të jetojnë, se si do duhet të përfaqësohen dhe se sa larg do duhet të ofrohen shërbimet publike më bazike. Bashkitë nuk janë pronë e Edi Ramës dhe harta territoriale e Shqipërisë nuk është karikaturë që kryeministri e vizaton dhe e fshin sipas humorit personal apo interesit të tij politik dhe elektoral. Projekti Ogurzi për shkrirjen e 15 bashkive nuk është asgjë tjetër veçse një ndërhyrje e dhunshme në organizimin e pushtetit vendor me pasoja shumë të rrezikshme dhe afatgjata për mira familje, sepse jo vetëm u largon shërbimet më bazike, por dobëson përfaqësimin vendor, centralizon edhe më tej pushtetin dhe financat publike dhe përshpejton shpopullimin e zonave që sot ka nevojë më shumë se kur për një shtet sa më pranë tyre dhe jo për degdisjen e shtetit edhe për 10 kilometra më larg. Qartësisht ky projekt është në kundërshtim me rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Europës dhe bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Neni 13 i Kushtetutës e ndërton qeverisjen vendore mbi decentralizimin dhe autonominë vendore. Neni 108 i Kushtetutës garanton ekzistencën e njësive të qeverisjes vendore dhe kërkon që organizimi i tyre të respektojë parimet e vetë qeverisjes. Edhe më qartë, flet Karta Europiane e vetë qeverisjes vendore e ratifikuar nga Shqipëria. Neni 4.3 vendos parimin e subsidiaritetit. Përgjegjësitë publike duhet të ushtrohen në mënyrë të përgjithshme nga autoritetet që janë më pranë qytetarit. Neni 5 i Kartës Europiane për vetë qeverisjen vendore përcakton se ndryshimet në kufit territorial të njësive vendore nuk duhet të bëhen pa konsultimin e komuniteteve të prekura dhe kur është e mundur përmes referendumit. Edi Rama ka bërë dhe po bën pikërisht të kundërtën. Nuk ka pyetur komunitetet, nuk ka marrë pëlqimin e tyre, nuk ka zhvilluar një proces real konsultimi, nuk ka respektuar dhe nuk do të respektojë vullnetin e sovranit. Përkundrazi, ai kërkon të imponojë me dhunë vendimin përmes një shumice ilegjitime parlamentare. Nëse Edi Rama beson vërtet se shkrirja e 15 bashkive është në interes të qytetarëve, pyetja është e thjeshtë. Pse ke frikë nga referendumi? Pse ke frikë nga qytetarët? Le të vendosin banorët e Fusharzit nëse duan të shkrihet bashkia e tyre me Pukën. Le të vendosin banorët e Libohovës, Kërcyrës, me Malijajt, Poliçanit, Maliqit, Divjakës, Selenicës, Klosit, Rogozhinës, Patosit, Dimalit, Prejasit dhe të gjithë komunitetet e prekura. Por marrëzia e kësaj harte të re që Edi Rama kërkon të imponojë me dhunë është e dukshme edhe në teren. Si mund të pretendohet se bashkimi i Fusharzit me Pukën do të përmirësojë shërbimet kur vetë Bashkia e Pukës deklaron se nuk e përballon dot këtë barë të shtuar? Si mund të pretendohet se Bashkia e Vlorës do të shërbejë banorëve të Selenicës dhe 10 fshatrave të saj, kur sot nuk ka rindot të menaxhojë as mbetjet e veta urbane të cilat digjen pranë zonave turistike? Si mund të mendohet se largimi në Berat i administratës
nga Tërpani dhe zonat më malore të Tomorit sot në bashkinë e Poliçanit do të mund që t'i mbaj njerëzit përsëri atje. Dhe çfarë do të mund të thuhet banorëve të Zagorisë që detyrohen tani me dhunë nga Edi Rama të përshkruajnë distanca edhe më të mëdha për të shkuar deri në Gjirokastër për të marrë qoftë edhe një shërbim të thjeshtë dhe bazik administrativ. Po banorët e zonave të thella të Memaliet, përse duhet të bëjnë edhe 10 kilometra më shumë për të shkuar deri në Tepelen, kur ata tani e kanë bashkinë e tyre? Pra të largosh administratën sa më larg nga qytetari dhe më pas të çuditesh pse qytetari largohet nga Shqipëria. Shkrirja e Bashkisë së Maliqit, një prej zonave me rëndësi më të madhe bujqësore në vend, nuk mund të trajtohet kur dhe nuk mund të pranohet të trajtohet si një vijë që mund të fshihet me laps në dorë nga Edi Rama. Sepse fshirja e kësaj bashkie do të thotë një goditje edhe më fatale për bujqësinë dhe blegtorinë, sepse kemi të bëjmë me një prej zonave më prodhuese të vendit, ku jetojnë komunitete, fermer, familje, biznese dhe qytetarë që vetëm ata kanë të drejtë të vendosin për të ardhmen e tyre. Nëse logjika është se çdo bashki duhet të bashkohet me një tjetër, vetëm se ka një lidhje infrastrukturore apo ekonomike, atëherë pyetja që lind natyrshëm është deri ku mund të ndalet kjo logjikë. Nëse nesër Elbasani kërkon dalje në det, a duhet ta bashkojë me Durrësin apo duhet ta shkrim me bashkinë e Kavajës? Pra kjo nuk është një reformë territoriale. Ky është një improvizim dhe më rënd akoma një spastrim administrativ që ka ndërmarrë Edi Rama, i cili mendon se mund ta qeverisë të gjithë Shqipërinë vetëm nga zyra e tij në Tiranë. Por të mos harrojmë edhe një fakt politik të rëndësishëm. Ai pyetën në fushatën e fundit elektorale deputetët socialistë, qytetarët e 15 bashkive që sot kërkojnë të shkrinë, kur ju kërkuan votën, nëse janë apo ishin dakord për të fshirë nga harta e Shqipërisë bashkitë e tyre. A u thanë dhe a i pyetën votuesit, na votoni se pas zgjedhjeve ne do t'u shkrim bashkinë, dhe a ishte kjo arsyeja pse ata u dhanë votën. Bashkitë nuk janë thjesht emra në hartën e Republikës së Shqipërisë. Janë institucione kushtetuese të vetë qeverisjes së komuniteteve. Janë administrata, shërbime, përfaqësim, identitet, histori dhe lidhje të drejtë të qytetarit me shtetin. Prandaj çdo përpjekje për t'i zhdukur këto bashki nga harta e Shqipërisë, pa marrë më parë pëlqimin e qytetarëve, nuk është asgjë tjetër vetëse një akt i pastër dhune dhe imponimi që sigurisht do të refuzohet me çdo mjet demokratik. Banorët e Poliçanit e dinë rrugën që duhet ndjekur dhe e kanë dhënë përgjigjen e tyre sa herë u janë imponuar me dhunë vendime pa pëlqimin e tyre. Në Divjak, jo më larg se 4 vite më parë, qytetarët e treguan se cila është rruga që duhet ndjekur, se këtë e treguan kur hodhën në kanal Traun që Edi Rama u vendosi për të hyrë me pagesë në parkun e Divjak Karavastas. Në të 15 bashkitë e vendit, qytetarët e dinë rrugën që duhet të ndjekin nëse Edi Rama nuk do të heqë dorë nga marrëzia e tij për të imponuar me dhunë një projekt shpopullues dhe shkombëtarizues që godet mira familje, biznese dhe në veçanti komunitete që përfaqësojnë tradita, histori, kulturë dhe vlera kombëtare që nuk mund të fshihen dot kur me një të rënë të lapsit.
a do të lejojnë qytetarët e 15 bashkive që këto institucione të fshihen nga harta administrative me një urdhër politik të Edi Ramës? Përgjigja është e prerë jo dhe vetëm jo, sepse asnjë shumicë parlamentare nuk mund të zvendësojë dot kur vullnetin e qytetarëve për një çështje që prek drejt për drejt jetën, përfaqësimin, shërbimet dhe të ardhmen e tyre dhe të komuniteteve që ata përfaqësojnë. Shqipëria nuk mund të jetë kurrë pronë e Edi Ramës. Sovran në Republikën e Shqipërisë është vetëm populli dhe përballë një projekti që kërkon të ndryshojë hartën e vendit pa pyetur qytetarët, rruga e vetme kushtetuese është referendumi dhe vetëm referendumi. Faleminderit.